edhe pozita lexoj ligjet. Ti jemi pak sinqer sepse fundit ti jemi profesionista jo politikan. Ata po I lexojnë shpesh herë qysh pju konvenon. Qysh nga viti 2010 kujtoj, ka qenë ligje për zgjedhjet qendrore. Pa pajtueshmëria e kandidatit për tu kandidu ka qenë edhe dënimi penal. Kush ka qenë I dënuar me vendim formës presh, s'ka mujt më zgjedh deputet. Ajo ka ndodhur prej 2010-s deri në 2017-ën, kush se ka lexuar atë. Kur edhe ma vonë, ka qenë kjo doka, validete doka atëherë. Po dhe mi bo pjesë Albin Kurtit, a dihet. Po jo, se me atë ligj u dëmtun të gjithë. Jo veç Albin Kurti, po të gjithë u dëmtun. Edhe Albin Kurti zgjedhjet e kalume. Nëse lexohet atëherë. Albin Kurti zgjedhjet e kalume s'ka qenë heq deputeta, e din? E di sakt. A di çfarë vota ka fitu? S'ka gjithë bes po s'na intereson për vota sinor me fiton 400.000 vota, dikush që s'ka fitu heqën njëta. Për çit interpretim dhe ngërsh dëgjuar, nëse ekipin jam. Do një marrë veç hatri kushtrimit, a di çfarë e marr. Okej, për hatër të kushtrimit është çështje juaje. Mirë, po ligjin le ta lexojmë. Jo, këto jena për të diskutuar, jo për hatër të askojt, po për ligjin ta lexojmë. Të opinionit, të bërë sqarime për këtë situatë. Është ndershme politikisht veprimi që u mor. Mund të lexohet e pandershme politikisht. A është ligjor veprimi? Po. Bashk në konform me ligjin që vetëvendosja dhe e ka shkel ligjin. E ka shkel ligjin. E ka nxjerr. A e kanë shkel ligjin sipas jush? Do ta shkelnin ligjin sikur votuhen edhe të certifikohen deputet këta që se kanë pru formalisht I dorëheqje. E nesër çka kanë menduar? Nesër e kanë dhënë dorëheqjen dje, edhe kanë një dorëheqje. Prapë para se bi fillu seanca në ora 10 është ajo shkresë protokolluar në parlament. Edhe me vetë faktin kur janë pritet deri në ora 10. Kur janë certifikuar kur ligji ka thonë një ditë para certifikimit. Tash s'pe kuptoj njëri. Nëse na për shembull a do të më thonë diçka që me shkrim me dërgu që dita është 24 orë. Edhe me shkrim që data e sotme është e sotme. Do sa ne vetë kuptohen, edhe unë besoj që profesori na sqaroi vetë nën kuptohen, okay? Na sqaroi vetë, do thotë momentin që janë certifikuar zgjedhjet, qeveria është në dorëheqje. Vetëm ma plotësoj si pjesë e analizës. Momentin kur një mandat, nuk metet pa qeveri, po këty një herë zor edhe që të formalitet me bë. Sepse ju do që po shkojnë të shtëpia të dorëzimit tre vjet për një herë. Tom, momenti kur një qeveri I ka lënë mandati. Rrjedhimisht mandati saj ka përfundu, ka skaduar, është qeveri në detyrë. Po çto po thonë dhe? Çat moment që certifikuar zgjedhjet, ka qenë data në 3 mars. Ne kemi një situatë që çati momenti ka qenë dorëheqje. Durimi për më dëgju pak edhe të tjerëve, edhe pse ka magjistruar drejtën kushtetuese. Atëherë duhet të kemi parasysh që kemi një situatë e cila ndodh për herë të parë në Kosovë sepse një qeveri ka plotësuar mandatin. Deri në fund I ka skaduar mandati. Rrjedhimisht e shpjegoj shumë mirë profa, po nga njerë na duhet jemi student pak ma të dëgjushëm. Jo, bre. Pavarësisht të kualifikimeve të cilat I kemi, mirë po... Nëse dojna me ironizu me njëri tjetrin, vazhdojnë pa ironizu me njëri tjetrin. Si nërë mu ironizu... Jo, vetëm pak, sepse Zoti Smajlaj akoma nuk ka folur. Recaj, të lutem, Recaj. Zoti Smajlaj, për pritë e juaja për seancën e nesër me konstitutive, pyetja kryesore dhe titullin që kam vendosur gjatë këtij emisioni është ligj apo